Pa ka reaguar pas arrestimit të Roven Zekës, kreu të komisariatit të policisë rrugore dhe 2 varësve të tij. Prokuroria e posaçme thotë se në datën 16 prit të vitit 2025 në Tiranë ka ndodhur një aksident ku janë përplasur 2 makina. Si pasojë kanë mbetur të lënduar dhe janë dërguar në spital për ndihmë mjekësore 5 personat që udhëtonin në mjetin nga makinat. Ndërsa në mjetin tjetër ndodhi vetëm një shofer me iniciale AV. Pakto se bashkëshorti i saj EV dyshohet për korrupsion aktiv të personave që ushtrojnë funksione publike. Shumë e parave është kërkuar të dorëzohej brenda një dite të shkurtër dhe është siguruar nga personi në hetim me ndihmën e disa personave të tjerë. Pakto se ka arritur të provojë gjatë hetimit se kjo shumë është dorëzuar njërit prej punonjësve të policisë rrugore. Roven Zeka erdhi në krye të komisariatit të policisë rrugore në Tiranë në dhjetor të vitit 2024, pasi më herët kishte shërbyer në qytetin e Elbasanit. Ai ishte pjesë e trupit që riportoriu 48 drejtuesit të komisariateve në vend sipas modelit të emërimit me konkurrim që u aplikua për herë të parë pas ndryshimeve ligjore dhe pas emërtimit të Ilir Prodës në krye të policisë së shtetit.